Jay-Z, $2.5 miliard. Ai konsiderohet si muzikanti më I pasur me një vlerë neto që llogaritet të jetë produkt I karrierës së tij të suksesshme muzikore dhe sipërmarrjeve të shumta të biznesit me markat si Roc Nation apo Champagne Armand de Brignac. I lindur me Sean Curry Carter më 4 dhjetor 1969 në Brooklyn, New York City. Ai ka ndërtuar një perandori të madhe duke quar në statusin e tij si një nga muzikantët më të pasur në botë. Jeta e hershme e Jay-Z përfshin gjithashtu aktivitete kriminale, përvoja që ai pasqyron më vonë në muzikën e tij. Kjo periudhë ndonse e paligjshme I nguliti atij një mendje të mprehtë biznesi dhe bindjen për të patur sukses. Rrugëtimi drejt pasurisë filloi me karrierën e tij të suksesshme muzikore. Duke njohur kufizimet e mbështetjes vetëm në muzikë, Jay-Z I diversifikoi në mënyrë strategjike interesat e tij. Ai deklaron me shumë krenari se unë nuk jam një biznesmen, unë jam vetë biznesi, duke nënvizuar mentalitetin e tij sipërmarrës.